Është organizuar në qytetin e Beratit edicioni 3 i Festivalit Ballkanik të sazeve Laver Bariu. Për 2 net me radhë, instrumentistë të shumë nga Shqipëria, Kosova e Greqia kanë performuar në skenën e Pallatit të Kulturës Margarita Tutulani, pjesë instrumentale, kaba me klarinet dhe këngë valle të trevave të tyre. Në këtë festival kanë marrë pjesë të 10 grupe instrumentale, 8 nga Shqipëria që ishin formacione të sazeve nga qytetet Berat, Lushnjë, Fier, Vlorë, Elbasan, Librazh, Kavaj dhe Belç, si dhe 2 grupe që vinin njëra nga qyteti Prizrenit në Kosovë dhe një grup tjetër nga qyteti Konicës në Greqi. Ndërkombëtarizojmë këtë figurë për arsye se është një figurë që ja vlen se është një nga njerëzit më të talentuar në njerëzit që ka dhënë një kontribut të saj fushë. Prandaj midis të tjerëve është ftuar të artistët të aktivitet dhe drejtori i festivalit Ballkan Trafik në Brukseli, Nikolaj Veres, i cili organizon çdo vit këtë festival dhe atje promovon edhe isopolifonin. Dhe organizohen dhe konkurse të fushave të ndryshme dhe në gjinin e sazeve ose të klarinetës. Synimi është që ta çojmë këtë festival të zhvillohet dhe në një kryeqytet evropian, mbase fillimisht në Bruksel, por më vonë mbase edhe në UNESCO në Paris. Të gjithë pjesëmarrësit kanë performuar për 2 net me radhë në kohën e tyre të përcaktuar, një kaba, një pjesë orkestrale dhe një këngë. Aktiviteti është shoqëruar dhe me promovimin e një libri për Laver Bariun, ku tregohen momente nga jeta e tij dhe kontakte që ai ka pasur me njerëz të ndryshëm që kanë ndihmuar Laver Bariun për gjysmë shekulli të mbajë nivelin e kabaz dhe instrumentit në lartësinë e dur. Kryetari i Shoqatës Kombëtare Folklorike të Sazeve, Niko Mjali, ka theksuar se qëllimi i këtij aktiviteti është jo vetëm mbajtja gjallë e muzikës instrumentale të rrallë të Laver Bariut, por dhe angazhimi i instrumentistëve të rinj në përmirësimin e mënyrës së tyre të ekzekutimit. Unë jam klarinetisti Bujar Pepa, vi nga ansambli Myzekia. Unë kam vite që punoj edhe studioj për këto evente, kam marrë pjesë shumë evente kombëtare ndërkombëtare dhe sot jam i përzgjedhur në kaban Laver Bariu. Performova, kalova me sukses dhe duam që këto evente t'i përcjellim edhe brezat të rinj dhe mendoj që dhe shpresoj që të kemi sa më shumë evente dhe koncerte të kësaj natyre. Në përfundim të festivalit Ballkanik të sazeve Laver Bariu, juria e përber nga 5 instrumentistë nga Shqipëria me në kryetar instrumentistin nga Brukseli Nikolas Werner, i kanë dhënë çmimin e parë të këtij festivali instrumentistit Vathi Febza nga grupi folklorik i qytetit të Belçit, ndërkohë që janë nderuar me certifikata mirënjohje dhe 5 artistë të tjerë.